Unë vetëm 2 suplemente përdor, sepse tjera ti konsumojnë në ushqimi, sepse... Po i merr në... Por unë jam te kreatina dhe proteina. Po. Proteina sepse sasinë time ditore nuk e kap dot me ushqim, edhe do mi bote xhepat, do më çpote xhepat, do kërkoja lekë edhe në çorape. Po. Kurse ana tjetër kreatina është një suplement i cili duhet. Duhet. Ka dalë tani së fundmi. Kam sikur thon ja. Profesori? Po profesori më sa duket. Kreatina ka dalë së fundmi, ka edhe tek PubMed, janë bërë këto edhe te Frontiers, janë 2 që ti. Edhe analizë kanë dalë për shkakun që të bën mirë edhe për cognitive function. Për masi farmaqe, domethënë të bën mirë edhe për trurin. Kreatina pastaj të jep energji në stërvitje, thënë. Po manat e unë që ka të formon muskull, po nuk është steroid. Do të kuptojmë që nuk është steroid, nuk të bin flogët në kreatina. Thojnë të bë keq të veshkat. Nëse ti ke probleme me veshkat, të mbartura që përpara, të e person që ka probleme me veshkat, edhe proteina, edhe kreatina, por edhe mishi, edhe vezët, domethënë janë asaj gjëra që ti duhet të limitosh, se doktori do thotë këtë dhe këtë nuk e han dot. Domethënë ne gjithmonë kemi vënë gishtit kreatinës.